Bosnjën, është etaloni kryesor, ka mundur kampionën e botës, kampionën e Europës. Do më thënë, qa duhet thuash? Sot në sidomos me ekipin shqiptar, që luajnë lojtarët kanë luajtur edhe luajnë në Angli, luajnë në Premier League, luajnë në Gjermani, edhe shumë ekipe tjera që janë të rangut të lartë. Nuk e kemi ne këtë, këtë po flasin kështu, këtë kostum, si që kemi këto vite, këto 4 vite. Dhe po të futemi ke trajneri, që na krasoj që ne nuk jemi Brazili, për mua, dhe më thënë, tash nuk do gjykoj, po marë gjithmonë ato të trajnerit, ne kishim mundësi të bënim japë për para, me këtë grup që janë. Polonia e tha dhe gazetari, është e drejtë që ka marrë pjesë në kampionatën play-off, ka eksperiencë, po ne mundet dhe i kishim mundësi të ta kalonim. Si do ta kalonim? Trajneri dite, me ato zëvendësime dhe këto gjëra. Kishte edhe mundësi tjetër që mund ndryshot, ato që thatë ju për skema taktike, që tash janë, mund ta bëte, ne kemi kaq vite në sport, edhe gazetarët e dinë, 5-3-2, dhe të bëte një mbrojtje të përforcuar mas minutës 60, siç e kanë bërë gjithë bota, siç e bëri Turqia, tani me Kosovën, që është ekip shumë i madh, dhe bëri 5-3-2, hoqi 2 lojtarët, Çalhanoğlu që është lojtari i Interit, lojtari i shkëlqyer i kombëtarës e gjerë të tjerë, hoqi Guler që është lojtari i Realit Madridit dhe bëri pa i thënë njeri, 5-3-2, pa kompleks, është ekip i mirë. Edhe bëri 5-3-2, edhe ne ta bënim 5-3-2, edhe mundet kalonim një hap përpara.